me të tjerët, mi ndëgju mendimet e tjerëve, po jom linë në një familje që kemi trashëgiminë familjare në baza fetare. Edhe ma e mira e kësaj ka qenë që gjithmonë feja të na ka qenë shumë tolerante, s'ka qenë asë njëherë imponuse. Nana em është mbulu masi që i ka bo 3 fëmijë dhe jemi rritë, jemi kompletu me shkollat e me krejt, do me thonë edhe asë njëherë nuk nga ka thonë që mbulesën e keni obligim, po jemi detyru me ditë që për një ma është obligim jo prej atyne, po prej leximeve që i kemi marë. Pas një kohë, kur fillova me lexu vetë, me kuptu që është e mira, që është e keqja, qysh në moshën 14 vjeçare unë e bëj namazin, e praktikoj namazin vazhdimisht. Edhe një pjesë e duave të mia që ka qenë të Zoti ka qenë me ma bo, do me thonë, mbulesën pjesë të jetës time. Është vënu shumë plotësimi duas, mirë po gjithsesi ka ardhë. Mandej, kur vendosa me u martu, bashkëshorti i pa 2 kërkesa paqësore, njëra ndër to ke edhe mbulesa, thash jo, nëse unë e vnoj mbulesën, e vnoj për shkak se unë e du jo që dënë ti, edhe e kom prit momentin derisa më ka ardhë mu. Do me thonë, jo mbulu diku një 8 muaj pasi që jo martu, mi a dëshmu ati që si jo mbulu për ata, po jo mbulu për vetën edhe për atë ndjeshmërin, atë kërkesën që e ka pas sinqerisht shpirti jam, për me kalu diçka pak ma nalë se sa që ajo që më riva momentalisht. Një shkak tjetër ka qenë që mu më vdiqe dhe nana, edhe pas vetës i la dikun për afërsisht 5-60 shamia që si kish vënu asë njëherë, edhe isha një dilemë qa me bu me to. Në një moment ashtë po i la këto, nuk e di qa ndohë, nështë anesër ko me vendosë edhe vetë, edhe kështu që sot da dit i kam edhe shpesh edhe ato i vnaj. I vendosë, pa. Po, unë jam ta shumë e përmbushne, jam shumë e knaqne, jam shumë e plotësume, nështë ta me thonë jam njeri ma i lumë të rëmbotë, unë e kur dalë heci shumë shlirë, nuk kam frikë, mos po më doket në pjesë e trupit, nuk kam frikë, mos po më gjykon dikosh, frika e vetme që e kam është, mos po më shajnë në një shoqni ku jetoj. Për ndryshe pjesë intime që unë s'du me mu dok, nuk i lejoj me mi pa kërkush, unë jam shumë e plotësume, definitivisht. Më vjen mirë, por gjithsesi e përmenda pak më herët. Tani pse po folët në për media, në këto media tjetër, në këtë anën tjetër të medaljes, media sociale, jo që kritikohet, por përdorët edhe një gjuhë ndoshta jo vetëm fyese, denigruese e ku ta diun, një gjuhë që jo e mirë për ta lexu apo për ta pa. Nuk e di dhurata, është arsyeja pse njerëz nuk e kuptojnë qasjen e secilit. Unë jetoj me parimin që njeriu me jetu i lirë. Mu shumica njerëzve më thojnë ti s'jeton e lirë, pse e ki mbulesën, përkundrazi, unë jam shumë e lirë, mu s'u pengon kur gjë. Unë bëj çka du, thtoj ka du, para 3 ditë jam kthy prej Mekës, do me thonë nuk është ndaj problem që mu më dalon mbulesa, ose ma pa mundëson mbulesa për me bo. Janë rrethanat ato që ti ja krijon vetës, me kon ose mos me kon i lirë. Përkundrazi mu mbulesa mi ka hap shumë dyrë. Faktikisht 3 vitet e para pasi e kom vënë mbulesën kom pas shumë problem për punësim. Ka qenë që ajo periudha që i kanë injoru shumë vajzat me mbulesa. Kom pas edhe prej atyne që më kanë thonë po hajde puna 8 orë, po heke mbulesën. Për mu ka qenë thymje shpirtnore totale, se e paramendoj isha me shku me punu 8 orë me dalë me vënu mbulesën më këthy në shpi. Atëherë s'kum bo kur gjë. Edhe kom pas një 3 vite shumë të vështirat jetës, se e kisha një energjit punës, e kisha një kapacitet që më isha me shfrydzu me punu diqka, po më hendikepoj ke pjesa e kësaj edhe ka dash Zoti tash jam në një vend punës shumë të mirë, e fatmirësisht me thonë që drejtori është i fesë krishtere, më ka mirë prit ekstremisht mirë, bile e kom përmarrë edhe në do media tjera, unë i thash drejtorën duna më u falë, tha s'ka problem, tha duhet me të blej diçka, thash jo, i martë mija, thash vish, lejamani, do me thonë ka qenë qasja shumë e mirë. Aty e kom pa se kjo barazia fetare ose toleranca fetare është hala, ekzistojnë të njerëz që kanë mentalitet hapun. Të ata që nuk dojnë me ditë, nuk dojnë me mendu. Edhe nuk dojnë me pranu. Edhe nuk dojnë me pranu, aty është problemi. Thjesht, unë mendoj që duhet me qenë të hapun, mja japë mundësin që ati tjetëri që ty po të pengon që e ka një mbules, me tu paraqit kush është, e mandej me kryu gjykimin tonë. Nuk mendoj pse e kam një mbules si duhesh me më gjyku që unë jam me prapambetne, unë nuk di jo për kondrazi. Unë kom rri me kry një master të fakultetit,
unë e kum rri me u punësu, kum rri me udhëtu, absolut kur gjë s'm ka pengu. Për kundrazi, hala ma shumë ka ngrite, për këta jam shumë falenderuse. Si kanë qenë qato 3 vite që i përmende pak më herët, tu e marë parasysh që vresh edhe e përmende pak më herët që ke punu edhe në të kalumen edhe e denë se si është tjesh në marrëdhënie pune edhe të duket sikur